Shiko, Zvicra është shtet neutral dhe nuk ka hequr dorë nga shërbimi ushtarak. Një pyetje më shqetëson vazhdimisht. Këtyre njerëzve që nuk prekin më libër me dorë pasi kanë mbaruar shkollën, kush ju ka thënë që tani s'ke më nevojë të dish më se i di të gjitha? Apo ndoshta ngatrojnë atë që unë i di me atë që i përdor ato njohuri që kam. Kjo ndoshta është arsyeja që pse disa njerëz janë të paplotësuar në jetë. Nëse ke marrë frikë nga shkolla, atëherë nuk është faji i shkollës që ti ke marrë frikë, por është faji jot që nuk e gjetur pikën tënde të dobët, aftësinë tënde që të mësosh në kuadër të asaj që ti bën më mirë dhe të argëton dhe nuk e quan lodhje apo stres nga të mësuarit. Nëse ti evidenton atë që ty të argëton apo aty ku ti shikon pikat e tua më të forta, le të themi si thembra e akilit, atëherë ajo nuk quhet më mësim, por quhet argëtim, sepse ti shikon që rritesh çdo ditë, ti shikon që të ardhurat e tua ndryshojnë, ti shikon që me aftësitë e tua arrin të ndihmosh dhe shumë njerëz të tjerë që ndoshta e kanë problem atë që ti e ke aftësi apo talent që ta ka dhënë natyra kur ke ardhur në këtë jetë.